Përshëndetje shikues të televizionit WKTV, mirë se po takohemi sërish në emisionin Biseda në Londër. Sot është 17 vjetori i pavarësisë të Kosovës, ku ne nga studio televizionit WKTV urojmë të gjithë shqiptarëve kudo që janë pavarësinë e Kosovës. Me këtë rast, në çdo përvjetor, ne kemi pasur personalitete të ndryshme të ftuar në emisionin Biseda në Londër, si ish presidentin, zotrin Fatmir Sejdiu, gjithashtu edhe deputet nga partitë të ndryshme të cilët kanë qenë nënshkrues të deklaratës së pavarësisë Kosovës. Mirë po kësaj radhe kemi vendosur që të kemi të ftuar deputetet të cilat kanë qenë nënshkruese të deklaratës së pavarësisë Kosovës. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës është ftuar zonja Sanie Alaj, gjithashtu edhe nga Aleanca Kosova e Re është ftuar Muzeimi Selmani. Pra, nëse regjia është gati të kemi në lidhje zonjën Sania Aliaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përshëndetje, nderuar, mirë se erdhe në televizionin WKTV, në televizionin e diasporës shqiptare këtu në Londër. Së pari ju uroj ditën 17 vjetor në pavarësisë të Kosovës, duke ju falenderuar që keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në rrugtim. Ju faleminderit shumë, edhe unë shfrytëzoj rastin e emrin tim dhe të familjes time, që uroj 17 vjetorin e pavarësisë e Republikës së Kosovës, ju zonja Shpresa dhe stafit të televizionit tuaj dhe gjithë shqiptarëve që jetojnë dhe veprojnë në Angli dhe gjithandej nëpër Kosovë, këtë datë të rëndësisë historike, këtë datë të shenjtë, kur me 17 shkurt të vitit 2008, qytetarët e Kosovës përmes përfaqësuesve të popullit në Kuvendin e Kosovës miratun deklaratën e pavarësisë, me të cilën Kosova u shpall shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Për të ardhur deri te akti final i shpalljes së kësaj deklarate, më lejonin që t'i prezantoj disa zhvillime që i paraprin deklarimit të pavarësisë së Kosovës. Unë jam Sanie Bajraktari Aliaj dhe me këtë rast do të potencoja se Serbia në planin e krijimit të Serbisë së Madhe me 23 mars të vitit 1998 me tanke, polici dhe ushtri rrethoi kuvendin e Kosovës dhe në kuvendin e Kosovës, pa vullnetin e qytetarëve të saj, ndryshoi kushtetutën e vitit 1974 dhe suprimoi autonominë e Kosovës dhe vuni dhe rrënoi të gjitha institucionet e Kosovës, qeverinë, kuvendin, duke i vurë në masat të dhunshme të gjitha organizatat punuse, ndërmarrjet ekonomike dhe largimin masovik të punëtorëve në të gjitha ndërmarrjet, të cilëve ju ofronte në nënshkrimi i deklaratës për ta pranuar shtetin serb si shtet legjitim të tyre. Natyrisht se shqiptarët ishin të vetëdijshëm në ato momente, prandaj e kundërshtuan në mënyrë kategorike suprimimin e autonomisë së Kosovës. Në këto rrethona të zhvillimit të jetës në Kosovë dhe zhvillimeve demokratike në Evropë, me 23 dhjetor të vitit 1998, në kuvendin themelus, Dr. Ibrahim Rugova shpalosi programin e tij politik dhe kombëtar për krijimin e identitetit shtetëror të Kosovës. Unë, qysh në ditët e para, u antarësova së bashku me bashkëshortin tim Rustem Aliaj. Antarësimin në Lidhjen Demokratike të Kosovës e konsideroj ditë të veçantë të jetës sime, sepse ju bashkova mendjes dhe trurit të kombit të udhëhequr nga bota akademike me në krye Dr. Ibrahim Rugovën, i cili i bashkoi shqiptarët, i faktorizoi dhe për bërjen e Kosovës shtet. Zonja Shpresa, për të ardhur deri te akti final,
unë do t'i përmendi disa momente, disa zhvillime shumë të rëndësishme që i paraprin rrëmbullaksimit të aktit dhe miratimit të deklaratës kushtetuese. Dhe rrugtimin e LDK-s do të ndaja në 3 faza. Faza e parë karakterizohet me me lëvizjen paqësore të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe internacionalizimin e çështjes së Kosovës para qeverimit me ndikim në botë, duke marrë vendim për vetë organizim të qytetarëve të Kosovës, me këtë që karakterizohet me aksionin për pajtimin e gjaçeve nga Anton Qeta tek verrat e Lugës dhe gjithandej në Kosovë, me mbajtjen e grevave të minatorëve dhe kyçin e tyre në zgafillat e minerave të Trepçës, për kushtëzimin që të rikthehet të suprimohet, do të thotë, të rikthehet autonomia e Kosovës, karakterizohet me protesta gjithë popullore, në veçanti me protesta të nxënësve dhe studentëve për pavarësimin e shkollës shqipe, njëherët edhe për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Në Gjakovë mbahet kongresi i sindikatave të pavarura të Kosovës të udhëhequra nga profesor doktor Hajrullah Gurani. Këto zhvillime e karakterizonin ditët e para të funksionimit të Lidhjes Demokratike, kurse në fazën e dytë të irrituar dhe për të kundërshtuar suprimimin e autonomisë së Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës në udhëheqjen e kryetarit të saj shpirtëror, doktor Ibrahim Rugova, i cili në bashkëveprim me Këshillin ndërpartijak apo subjektet politike që funksiononin ato kohë në Kosovë dhe me kuvendin atëhershëm të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, vendosën që në kushtet e okupimit ta institucionalizojnë Kosovën, duke miratuar me 2 korrik kushtetutën e 2 korrikut para kuvendit të Kosovës, në vërtet deklaratën kushtetuese para kuvendit të Kosovës, që ka pasur me miratimin e kushtetutës e Republikës së Kosovës me 7 shtator në Kaçanik të vitit 1990 dhe me organizimin dhe mbajtjen e referendumit nga data 26 deri dhe 30 shtator të vitit 1991. Kurse faza e tretë do të jap vetës pasi Serbia vendosi që mos ta zgjidhë çështjen e Kosovës përmes dialogut, por përmes luftës, atëherë edhe në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës filluan organizimet e para për formimin e ushtrisë së Kosovës, në radhë të parë për të mbrojtur pragun e shtëpisë, që ishte si theksim i përhershëm i kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëherët edhe që hapi rrugë për mbajtjen e zgjedhjeve të para parlamentare dhe presidenciale me 24 maj të vitit 1992, ku zgjodh 130 deputet kuvendit të Kosovës dhe presidenti i parë i Republikës së Kosovës në kushtet të një okupimit të egër. Me këtë rast, do të potencoja se pata fatin dhe nderin edhe mund të zgjedhem deputete e kësaj legjislature nga zona e 4 zgjedhore në Ferizaj, që ishte një nder dhe një privilegj për mua. Mirë po... Me këtë kurse, faza e tretë e funksionimit dhe rrugtimit të LDK-s karakterizohet me dalje në skenë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në dalje në skenë me rastin e varrimit të mësuesit Halil Geci, i cili rroki armet për mbrojtjen e pragut të shtëpisë dhe qytetarët e Kosovës nga pushtimi i egër serb në Kosovë. Me lufta e UÇK-s që filloi në fillim si luftë guarile, por më në fund si luftë e organizuar kundër kushtuesit serb të egër serb, filloi me
më kriju vështërsi pas masakrës, pas shumë masakrave të shkaktuara nga ushtria dhe policia e Kosovës, gjitha ne në Kosovë, por edhe pas masakrës të familjes e Adem Jasharit në Përkaz, e sidomos pas masakrës në Rëçak me 15 janar të vitit 1999 dhe pas dështimit të konferencës së Rambujes, ku pala shqiptare e nënshkrui marrëveshjen e Rambujes, kurse pala sërbe e kundërshtoi se ajo ofronte autonomi, kurse Kosova kërkonte, delegacioni Kosovës kërkonte pavarësi. Prandej, pas largimit të misionit të OSBE-s në mars të vitit 1999, ushtria dhe policia sërbe ndërmarrin një fushat që të merroj botën demokratike duke civil të pafajshëm, gra, burra, fëmijë, pleq dhe duke e larguar nga Kosova në mënyrë masive qytetarët të Kosovës. Me këtë rast do të potencoja se unë kam pas nderin në kuvendin e tretë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të zgjidhem antare e kryesisë e Lidhjes Demokratike të Kosovës me 15 mars të vitit 1998, ku kam udhëhequr sektorin për emigracion dhe refugjat. Dhe detyrë parsorë ky sektor ka pas që të kontaktoj me komisariatin spaku një herë ose 2 herë brenda jave me komisariatin e lartë për refugjat dhe me komitetin ndërkombëtar të Kryshit Kuq, që t'ju dalë në ndihmë qytetarët ata që largoheshin nga shtëpitë e tyre nga një vend i rrezikuar në një vend ma pak të rrezikuar apo në male, dhe qytetarët t'ju dalë në ndihmë edhe refugjatëve që policia i detyroi të largohen me dhunë në Maltëzi, në Shqipëri, Maqedoni dhe gjithandej në Kosovë. Atëherë, me rastin e kontaktimeve me këto komisione dhe me solidarizimin gjithë shqiptar në Kosovë, e mbijetum deri në mas tragjedin brenda Kosovës. Edhe një element duhet të theksoj, se si udhëheqëse e sektorit kam vizituar gjithandej refugjatët e vendosur kryesisht në përmale, në kushte të mjera, kushte shumë të rënda, dhe 2 herë gjatë vitit në shtator të vitit 1998 kam vizituar refugjatët në Republikën e Malit të Zi, ku në bashkëveprim me udhëheqësit lokal të Ulqinit kemi kërku që refugjatët, përveç se janë vendosur në familje shqiptare, në vendbanime shqiptare të Malit të Zi, të vendosen edhe në hotelet që ishin të zbrazura në Republikën e Malit të Zi, dhe së bashku me Recep Osmanin, në kontaktim me udhëheqjen komunale në Ulqin, kemi kërkuar, sepse Mali Zi nuk pranonte që nxënësit e refugjatëve të integrohen në procesin mësimor, ne kërkuam që t'i bëhet kërkesë përmes përfaqësuesve të Ulqinit, qeverisë e Republikës së Malit të Zi, sepse me të drejtën ndërkombëtare është e garantuar kujdesin ndaj refugjatëve brenda një populli ku vendosen nga një shtet tjetër. Prandej arritëm që nxënësit shqiptar të vazhdojnë procesin mësimor, vazhdimsinë e procesit mësimor dhe të integrohen në procesin mësimor në Republikën e Malit të Zi. Këtë e konsideroj një hap drejt për kujdesjes aty në refugjatëve që ishin detyruar me dhunë të largohen nga vatrat e tyre. Tash do të kthehem. Bombardimet pas largimit, pas tragjedisë, pas masakrës me familjes Jashari, pas masakrës në Rëçak, pas dështimit të Rambujes, me 24 maj të vitit 1999 filluan raketat e para në përcaqet ushtarake në Kosovë dhe gjithandej në Serbi, që fushata 78 ditëshe
e detyroi Serbin dhe Miloševićin në fund me 10 mars të vitit 1900, me 10 qershor, në vërtet kërkoj falje, jo 10 mars, po me 10 qershor të vitit 1999 të nënshkruaj marrëveshjen e Kumanovës me 10 qershor, kurse Serbia e nënshkruan kapitulimin dhe me 13 qershor largohet me forcat e veta ushtarake dhe policore nga Kosova. Në këtë hap, pas nënshkrimit të marrëveshjes në Këshillin e Sigurimit, në bashkëpunim me ndërkombëtarët, përfaqësuesit evropian dhe përfaqësuesit rus, miratohet rezoluta 1244 me të cilën vendoset që Kosova pas çlirimit, po them, të jetë në protektorat ndërkombëtar, që misioni i UNMIK-ut të ketë shërbime civile, kurse KFOR-i të ketë misionin ushtarak në Kosovë. Edhe pse nëse më lejohet, nëse ka hapësirë, se unë e kam udhëhequr sektorin për emigracion dhe të gjitha dhënat për pasojat e luftës kanë ardhur në kuadër të sektorit që unë e kam udhëhequr dhe të gjitha ato dhënat i kemi sistematizuar dhe ja kemi dhënë në këtë libër, ja kemi dhënë Qendrës Informative të Kosovës të udhëhequra nga Enver Maloku, i cili brenda një ore e ka alarmuar tërë opinionin botror liridashës, gjithandej që për masakrat që po i shkakton ushtria dhe policia sërbe ndaj popullatës e pafajshme në Kosovë. Me këtë rast, do të shfrytëzoj rastin, nëse më lehet hapësira, për shkak se i kam të dhënat të marrura nga libri që për dhunën dhe masakrat në numër që i ka shkaktuar ushtria dhe policia sërbe. Veç një moment. Tash. Pas ekzekutimit, pas ndërhyrjes së forcave të NATO-s, pas ekzekutimit të avokatit Bajram Kelmeni me 2 djemt të tij, pas vrasjes së profesorit Latif Berisha, Agim Hajrizi, Fehmi Aganit, vrasja dhe gjatë bombardimeve të NATO-s, ndodhi vrasja dhe masakrimi i 7.706 civilëve shqiptar, kryesisht gra, fëmijë dhe pleq, 1.423 dëshmorëve, 2.871 të zhdukurve, 3.219 të plagosurve, 1.360 të burgosurve nga ushtria dhe policia sërbe, e shoqëruar me djegjen deri në themel të 122.775 shtepive shqiptare. Nga 1.392 fshatra sa i kishte Kosova, janë djegur 1.007 fshatra, janë djegur dhe granatuar dhe boshatusër, dhe 1.200.000 shqiptar me dhunë janë larguar nga Kosova për Shqipëri, Maltezi, Maqedoni dhe gjithandej në Kosovë. Mirë po me nënshkrimin e marrëveshjes, që veç edhe pak këtë pjesë për e përfundoj, me nënshkrimin e marrëveshjes në Kumanov, me njëherë pasoj vërshimi i kthimit të refugjatëve për të përjetuar aktin më të madh e lirinë e Kosovës, që habiti botën demokratike, që si një popull që o largu me dhunë edhe pse nuk ka ku të kthehet në mënyrë masive u kthyn në përshtëpitë e tyre të djegura dhe të granatuara. Prandaj po them se populli shqiptar për 10 vjet ka qëndruar duke ju bërë pushtetit serb dig për të mos e pushtuar tërësisht Kosovën dhe e dëshmoj veten se ajo është një popull liridashës edhe kur ka vështirë kthehet dhe jeton në vatrat e veta. Natyrisht se kthimi i tyre, kthimi pas lirisë së Kosovës ishte gëzimi dhe përjetimi më i madh
konkretisht i çdo shqiptari kudo që jeton dhe vepron. Por Kosova në këto faza është ballafaque me shkatrimin e tërësishëm të infrastrukturës rrugore, objekteve shkollore, të shkatrimit të shtëpive, por me ndihmën e faktorëve ndërkombëtarëve dhe me kontributin e me mërgatës për një afat shumë të shkurt që i kanë manitë dhe të gjithë popujt e shtetet të cilat dalin nga lufta, se sa shpejt është rëmbullaksuar sanimi e atyre pasojave që i shkaktoi ushtria dhe policisë. Zonja Sanie, pas sakrificës të popullit të Kosovës, se cekt edhe ju në këto 3 faza, atëherë se ishte të ishit pjesë e institucioneve të përkohshme të Kosovës dhe çfarë përpjekjesh ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe jo në partinë tuaj për të përgatitur terrenin për pavarësinë e Kosovës? Shiqoni, pas lirisë së Kosovës dhe pas ndërhyrjes së misionit civil UNMIK-ut, pas ardhes dhe ndërhyrjes së KFOR-it, Lidhja Demokratike e Kosovës me njëherë e ka marrë veten organizim dhe ka ndihmu popullin dhe me ndihmën e faktorit ndërkombëtarëve që në Kosovë në vitin 2001 janë mbajt dhe organizu zgjedhjet e para lokale, që fitore këtyre zgjedhjeve ishte Lidhja Demokratike e Kosovës. Pas një viti kanë pasue zgjedhjet e para të vitit 2001, zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të vitit 2001, ku më njëherë pas luftës do të ta theksoja se formuan edhe 2 parti politike, Partia Demokratike e Kosovës dhe Partia Ardhmëria, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, 2 subjekte politike të cilat në bashkëveprim për të krijuar se presidenti Rugova thonte se nuk ka qeveri demokratike pa pas pluralizëm politik, prandej në zgjedhjet e para parlamentare dhe presidenciale që janë vlerësuar nga ndërkombëtarët si zgjedhje shumë demokratike nga ndërkombëtarët, Lidhja Demokratike këto zgjedhje i fiton me 47.38% ose e përfaqësuar me 40 deputet në Kuvendin e Kosovës, që pasojnë me përfaqësimin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe subjekte tjera të cilat kanë participuar në zgjedhje dhe janë pjesë e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me këtë rast, do të potencoja një element se presidenti Rugova ka thënë nuk ka qeveri demokratike pa pas pluralizëm politik. Prandej gjatë konstituimit të kuvendit të institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të para të vitit 2001 ka vendos që qeverinë e Kosovës ta udhëheq Bajram Kosumi, jo Bajram, po Bajram Recep. Bajram Recep nga radhët e PDK-s, kryetari i kuvendit o zgjedh në bazë të rezultatit të zgjedhjeve profesor doktor Nejat Daci nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe presidenti i Kosovës është zgjedhur presidenti i parë në Kosovën e Lirë, doktor Ibrahim Rugova, që në vazhdimsi ka qenë një bashkëpunim me të vërtetë shumë i ndërsjellë bashkë institucionet me qeverinë kurse LDK-ja ka pas 4 ministri e tash mos t'i përmeni veç me i marrë hapësirë shumë, edhe subjekte tjera kanë pas ministri dhe e kanë pas një bashkëpunim shumë të ndërsjellë për të kaluar vështirësitë dhe për të krijuar, për të ndihmuar zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe përmes qeverisë së Kosovës. Me këtë rast pasojnë, edhe veç t'i përfundoj, pasojnë zgjedhjet e dyta lokale. Edhe në zgjedhjet e dyta lokale fituese është Lidhja Demokratike. Pastaj pasojnë zgjedhjet e dyta në nivel nacional, ku prap del LDK-ja fituese me 43.35%,
ku e përfaqësuar me 43 deputet në kuvendin e Kosovës. Prap kryetar i kuvendit zgjidhet Nexha Daci, president zgjidhet ky prap doktor Ibrahim Rugova dhe bashkëqeveriset prap me subjekte tjera politike. Veç me këtë rast, në gjatë mandatit legjislaturës së dytë të kuvendit të Kosovës, Lidhja Demokratike u ballafaque me një dhimbje shumë të madhe, me një humbje, sepse e humbëm vdiq presidenti historik doktor Ibrahim Rugova. Dhe kjo ishte një humbje e madhe, jo vetëm për LDK-n, por për tërë popullin e Kosovës. Prandej, në legjislaturën e dytë, me njëherë, që do të prezentoj një fotografi kur në lokalet, nëse shifet, në lokalet e LDK-s, kemi prit ngushëllime ku është e pranishme. Jam unë, zonja Nekibe Kelmendi, Gjylshene Berisha dhe Ram Mana, sekretar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe njëherë, pas kalimit të afatit të zi, me kërkesën e ndërkombëtarëve, por edhe me një takim që është organizu ku është thirrë edhe Fatmir Sejdiu, Kol Berisha, ky Ramush Haradinaj edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, është kërkuar që president i Kosovës të zgjidhet nga radhët e LDK-s dhe me njëherë ekipi që ka shkuar në këtë takim vjen në mbledhjet e kryesisë, prap do të prezantoj një fotografi mbledhjet e kryesisë nëse evidentohet, ku jepet opinioni që duhet presidenti i Kosovës të zgjidhet nga radhët e LDK-s, Fatmir Sejdiu, kurse kuvendin e Kosovës, ma vonë kjo ngjarje ndodh, që në atë moment jam deklaruar letë kemi pas gjallë presidentin dhe kryetarin shpirtëror të lidhjes, edhe ma letë e pas vdekjes së tij, sepse presidenti i Kosovës po zgjidhet profesor doktor Fatmir Sejdiu, një personalitet që nga ditët e para të themelimit të Lidhjes Demokratike në kuadër të Lidhjes Demokratike ka qenë një ndër hartuesit e pothuajse i të gjitha dokumenteve me të cilat ka funksionuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Por edhe hartues i ekipit të kushtetutës se 7 shtatorit që është miratuar. Njëndër, jo krejt, po njëndër. Zonja Sanije, ju keni dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë e Kosovës, po cili ishte momenti vendimtar që ju bëri të besoni se pavarësia e Kosovës do të bëhej realitet? Natyrisht se prej kur jam antarësu në Lidhjen Demokratike të Kosovës, unë jam në një ndër themeluesit e degës e LDK-s në Ferizaj, që përveç aktivitetit tim politik, jam angazhue dhe jam zgjedhur në kryesinë e Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar, që e udhëhequr nga zoti Recep Osmani, që të gjitha vendimet të cilat janë marrë në kryesitë e Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar, përmes vejes, si antar e kryesisë janë bartë në komunën e Ferizaj, që kam organizuar me njëherë takime me drejtorin e entit ndërkomunal pedagogjik zotin Skender Saliu, tani indjer, me kryetarin e degës së Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar në Ferizaj Prengashin dhe me aktivin e drejtorëve dhe të gjitha vendimet që janë marrë brenda një ore janë shpërndarë në të gjitha shkollat, në shtëpit shkolla ku ka funksionuar shkolla e pavarur shqipe, se çfarë hapa duhet ndërmarrë për mbijetesën e arsimit shqip në Kosovë. Sepse
qeveria sërbe rënoi të gjitha institucionet të arsimit, duke filluar nga arsimi fillor deri te ai universitar, por edhe të gjitha institucionet, Ministrinë e Arsimit të Kosovës, pa të cilët edhe pse mungonin në mënyrë të shkëlqyeshëm është organizuar procesin simor në shtëpitë shkolla që e kanë mahnit botën demokratike se në kushte dhe rrethana të okupimit të egër serb, po vazhdon, po mbahet procesin simor dhe po realizohet vazhdimësia, por çka është më e rëndësishme është se ka zvogëluar largimin e qytetarëve të Kosovës për një dekadë, duke filluar nga viti 1990 deri në vitin 1999, derisa lirohet Kosova, ka funksionuar në të gjitha nivelet sistemi i arsimit në Kosovë. Edhe për këtë moment kisha shfrytzuar rastin të falenderoj mësimdhënësit në të gjitha nivelet, pronarët e shtëpisë shkolla dhe qytetarët e Kosovës që kanë dhënë kontribut të hatashëm brenda Kosovës për të financuar sistemin e arsimit, por edhe kontributin e jashtëzakonshëm të emergatës tonë shqiptare gjithandej në Kosovë, duke krijuar në kuadër të institucioneve të Kosovës këshillin për financim, i cili ka grumbulluar 3% me të cilat në mënyrë simbolike janë financu punëtorët e arsimit, shumë simbolike, por ata kishin një vullnet të madh se ishin plotësisht të vetëdijshëm se pa arsim nuk ka përparim. Prandej e kanë vënë veten, si thonë populli, para grykës topit, sepse shumica e arsimtarëve, mësimdhënësve, në mënyrë të vazhdueshme janë marrë në biseda të ashtu quajtura biseda informative ku janë keq trajtuar. Ka edhe njerëz të cilët janë dënuar në bazë të nenit 116 të kushtetutës së Serbisë për vepër penale, por mbi të gjithë ata kur i ktheheshin procesit mësimor dhe pa u ndal kontribonin për realizimin për të dhënë dituri të reja. Këtë rast do të potencoja edhe unë si anëtare e kryesisë së lidhjes së arsimtarëve shqiptar, si veprimtare e degës së LDK-s ku kam udhëheqë komisionin për arsim dhe për shkak se vazhdimisht kam qenë në balë të protestave të organizuara në komunën e Ferizaj për pavarësimin e shkollës shqipe, me mbajtjen me 3-4 tetor të vitit 1991, arrestohem dhe dënohem me burg, të cilin 60 ditë burg, të cilin e kam vujt në burgun e Mitrovicës. Por edhe pse jam marrë 15 herë jam arrestu, por asnjë fjalë nuk e kam pranuar se po ta hip për këtë organizim vetëm një informat pasonin arrestimet në kuadër të komunës së Ferizajt dhe ata nga ai revolta që nuk flitsha për asgjë, kanë arrestu bashkëshortin tim dhe para meje për të bërë presion për të pranuar krijimin e listave të shtabit për mbrojtjen territoriale në kuadër të komunës së Ferizajt, para meje, por vetës i kam thonë, o Zot, ky ko ka shkru me vdek, unë me met në burg, rruma o Zot ftyre. Edhe ashtu kam qëndru, më kanë qu mu në burgun e Mitrovicës dhe bashkëshortin, se kam ditë që e kanë qu në burg, sepse ai ka qenë pothuajse i vdekur, po pasi kam dalë prej burgut e kanë kuptuar që ai qëndron edhe pas meje në burgun e Prishtinës, dhe 8 ditë rresht, nga 8 orë, vinin inspektorët sërb nga komuna Zoran Zelenovic dhe një bashkëpunëtor tjetër dhe banin presion për të pranuar sadopak ndonjë informacion. Por prapë edhe aty, sepse telefoni im ishte incizuar me rastin e një besede që kam pas me një antar të shtabit nga Tetova që ka ik arrestimit, atë bisedë e kanë incizu, unë nuk e pranojsha as atë bisedë, për shkak se diçka që do të hartohet mandej proces verbal dhe më detyrojnë me nënshkru atë proces verbal dhe unë edhe pse jam burgoz 2 herë,
kur nuk kam leju vetës të jem pjesë e nënshkrimit e proces verbalit. Dhe sot, zonja Shpresa, me krenari, jo pse për atë kontributin tim, sa do të vogël që e kam dhënë, jam ballhapur me u takue me të gjithë bashkëpunëtorët e mi, qofshin në komunën e Ferizaj dhe gjithandej se veprimtaria mas zgjedhjes në kryesi të Lidhjes Demokratike me 15 mars, veprimtaria ime ka qenë kryesisht e koncentruar në nivel qendror të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por mbi të gjitha, sot jam ballhapur. Zonja Sanie, ju keni dhënë një kontribut jashtëzakonshëm dhe besoj që dhe ju ka shpërbly edhe kjo me qenë edhe prezente në nënshkrimin e deklaratës pavarësisë të Kosovës. A na përshkruni atë moment se si e ndje pas gjithë kësaj që keni bërë për këtë rrugtim të pavarësisë Kosovës, për popullin e Kosovës, çfarë ndjesie ka qenë ajo që të nënshkruni edhe deklaratën e pavarësisë Kosovës? Shqyqoni faleminderit për pyetjen, me kënaqësi do ta përshkruaj para përgatitjet për realizimin e aktit final të miratimit të deklaratës kushtetuese në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Natyrisht se pas hartimit të projektit gjithëpërfshirës të Marti Ahtisarit, përfaqësuesit special të caktuar nga Kombet e Bashkuara, Marti Ahtisari e ka dërguar projektin e vet gjithëpërfshirës ku përfshihen parimet për krijimin e pavarësisë së kushtëzuar, në vërtet, të kushtëzuar për atë kohë, është miratuar në Kuvendin e Kosovës. Të gjithë deputetët e Kosovës e kanë ditë që të gjitha aktet edhe simbolet, dokumentet të cilat do të miratohen në Kuvendin me datën solemne të shpalljes së pavarësisë, duhet të jenë në harmoni me aktin, me pakon e Ahtisarit që ju ka dorëzuar edhe Prishtinës me 2 shkurt të vitit 1997 edhe Beogradit, me të cilin dokument Kosova do të bëhet shteti i pavarur nën përkujdesjen ndërkombëtare. Natyrisht se president Sidiu ka pas për detyrë të kontaktoj me kryeministrin Hashim Thaçi, me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, zotin Jakub Krasniqi, me kryesin e Kuvendit të udhëhequr në atë kohë nga zoti Jakub Krasniqi dhe kryeministri, për të bërë para përgatitjet për shpalljen e konkursit për simbolet e Kosovës. Natyrisht që shpallja e konkursit për simbolet e Kosovës është bërë në bashkëveprim me ndërkombëtarët, me treshën gjithëpërfshirëse Vizner, nuk po më kujtohet tjetër ai emri i treshës ndërkombëtare, po president Sidiu, në bazë të parimeve themelore të aktit të pakose Ahtisarit, është bërë në bazë të parimeve themelore. Natyrisht që për të caktuar paraprakisht datën kur do të mbahet seanca për miratimin e deklaratës së pavarësisë, për të hartuar kushtetutën, atë dokumentin e deklaratës kushtetuese, njëherët edhe për të përpiluar, për të caktuar simbolet e shtetit të Kosovës që janë flamuri dhe stema. Është shpall konkurs në bashkëveprim edhe me ndërkombëtarët. Janë një konkurs, president Sidiu e ka formuar një grup me ekspert dhe e ka shpall konkursin, në të cilin konkurs janë caktuar parimet të cilat duhet ata të cilët konkurojnë për simbolet e shtetit, mi u përshtat parimeve nga pakoja Ahtisarit, dhe këtë grup e ka udhëheq profesor doktor Hajredin Kuçi. Pas shpalljes së konkursit, kanë ardhur 1060 propozime për simbolet e shtetit Kosovës. Por ky grup së bashku
së bashku në zyrët e presidentit ku ka qenë edhe Tina Kajdanov, ashtu siç na ka njoftuar president Sejdiu, por edhe përfaqësues të zyrave tjera ndërkombëtare të Mbretërisë së Bashkuar, Francës, janë përzgjedh pesë simbolet e para që i kanë plotësuar më së miri kriteret. Dhe si ndër ato është përcaktuar flamuri që sot Kosova ka simbol të shtetit të saj, flamuri që fushën e ka me ngjyrë të kaltër dhe në mes e ka hartën e Kosovës e cila e përcakton shtrirjen territoriale dhe 6 yjet lart të cilat e përcaktojnë 7 komunitetet të cilët jetojnë dhe veprojnë në Kosovë. Një herët ka qenë diskutabile edhe përmes gazetarëve, por edhe përmes popullit, se cila do të jetë data me të cilën do të pavarësohet Kosova. Ka pas propozime që të jetë 2 korriku, të jetë 28 nëntori, që të përputhet pavarësia e Shqipërisë me pavarësinë e Kosovës, por mandej edhe ose ndonjë datë tjetër e rëndësisë veçantë historike. Në fund, në konsultim, urdhno? Ne si gazetare kemi ditë 2 javë përpara, paraprakisht, se me cilën datë ka më shpallë pavarësia e Kosovës. E shikoni, po kjo. Shumë ditë para se mbajtjes së seancës së jashtëzakonshme solemne, është përcaktuar si datë që është pranuar edhe nga ndërkombëtarët në 17 shkurti i vitit 2008 të mbahet seanca e jashtëzakonshme ku do të miratohet. Por është hartuar dhe është analizuar teksti deklaratës kushtetuese. Ai përmban parimet kryesore të Pakos së Ahtisarit dhe kanë ardhur me do ndryshime të vogla, kanë ardhur në përfundim si deklarata kushtetuese e përmban shpalljen e Kosovës shteti pavarur, sovran dhe demokratik, thelbi i saj ka qenë ajo, por duhet në atë deklarat që të garantohen, të mbrohen të drejtat dhe liritë e njeriut, por dhe të mbrohen edhe të drejtat e komuniteteve. Dhe si dokument është miratuar në Kuvendin e Kosovës, në kryesinë e Kuvendit të Kosovës, jo në Kuvendin e Kosovës, po në kryesinë e Kuvendit të Kosovës, është dhënë pëlqimi edhe nga ku ka qenë edhe presidenti Thaçi, ju ka dërguar edhe kryetarit të Kuvendit ky tekst, pasi ka kaluar në kryesinë e Kuvendit të Kosovës dhe data 17 shkurt, tash ka mbetë përgjegjësi e kryeministrit Thaçi, e presidentit Sejdiu dhe të thras seancën plenare me 17 shkurt në ora 13:35 minuta ka filluar, që ka 35-34 minuta. Por ku është caktuar paraprakisht janë bë përgatitjet si do të mbarvaj se rrjedha seancës në Kuvend, cilën do të marrin fjalë me këtë rast fjalën, edhe kush do ta udhëheq seancën, edhe janë pajtuar që janë pajtuar, por para kësaj duhet me thënë se deklarata e pavarësisë Pergameni që ka ardhur si dhuratë e muzeut të Anglisë e ka kaliografu ose e ka bukur shkruar, si të them, tash ja kam harruar ti profesori i arteve të Kosovës. Në ndërkohë kam më kujtu emri i tij, edhe mandej si thuhet 15 minuta para se të filloj seanca plenare. Zonja Sanie, për shkak të kohës, të falenderoj shumë. Ishte vërtet kënaqësi, shpresoj që herave të tjera do të jemi prapë së bashku për të diskutuar më shumë për çështjet të rëndësishme që kanë qenë për Kosovën dhe për kontributin tuaj.
dhe më lehet e kërkoj 2 minuta, se me 17 shkurt, në seancën e jashtëzakonshme dhe solemne, unë dhe 109 deputetët, pas leximit të deklaratës kushtetuese nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi, miratohet deklarata kushtetuese me të cilën shpallet Kosova, shteti i pavarur, servrant dhe demokratik, me ngritjen e deputetëve në sallë dhe me duar trokitje, akti me të cilin shpallet Kosova, shtet i pavarur dhe demokratik. Ishte kënaqësi dhe nder që unë isha pjesë e këtij momenti historik dhe me dorën time kam ngritur dorën për miratimin e deklaratës kushtetuese, e cila ka pasue me nënshkrimin në radhë të parë, se paraprakisht ka qenë rregulluar, se nënshkrimi i parë do të jetë i president Sejdiut, pastaj ka pasue nënshkrimi i kryetarit të kuvendit dhe ka pasu anash nënshkrimi i kryeministrit të Kosovës, zoti Hashim Thaçi, dhe nër ta ka pasue nënshkrimi i antarëve të kryesisë së kuvendit të Kosovës dhe të deputetëve të legjislaturës së tretë të Kosovës. Edhe me fjalën time do të përfundoj se gjatë aktit të nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë edhe para president Sejdiut kam thënë, zoti president, deklaratën e pavarësisë po e nënshkruaj me dorën e babës tem, i cili nuk ka arrit qëllimin për ta përjetuar shpalljen e Kosovës edhe para arzëve të mi, sepse unë i takoj një familje adhetare, bajraktari e Suharekës, e cila brez pas brezi në pandërbrej ka luftuar për mbrojtjen e trojeve shqiptare në kufi me Malin e Zi, duke filluar nga baba e stërgjyshit tem Zeg Bajraktari, i cili ka qenë pjesëmarrës i kuvendit lidhje shqiptare të Prizrenit, dhe me kërkesën e Sulejman Vokshit dhe Imer Prizrenit, para stërgjyshim, do të thotë stërgjyshi dhe baba e stërgjyshit tim, ju ka pri vullnetarëve shqiptar për të mbrojtur trojet shqiptare në kufi me Malin e Zi, dhe atje nga duke mbrojtur trojet shqiptare, Plavën, Gusin, Hotin, Gruden, Ulqinin, është vrarë të livadët e Gjakut, por luftën e ka vazhduar djali vet, Aslan Bajraktari, që është stërgjyshi im, dhe ai duke luftuar prapë dhe ai ka por nuk është dorëzu, sepse në palën e kundërt ka pas forcat e mëdha serbo-malazeze, por nuk është dorëzuar dhe edhe ai ka ra heroikisht, që në sot e asaj dite si familje nuk ja dim ku janë varret e këtyre 2 familjarëve tonë. Ka vazhduar, tash do t'i renditi edhe 2 elemente tjera. Gjyshim, si kryetar dhe bajraktari i Suharekës, ka qenë pjesëmarrës i kuvendit të Junikut, natyrisht se kuvendi i Junikut janë takuar krerët e Kosovës dhe kanë vendosur për të vazhduar luftën për mbrojtjen e tokave shqiptare. Mandej gjyshim së bashku me Ram Bllacën nuk ka leju asnjë shqiptar në komunën e Suharekës për të shpërngul, përveç pjesëmarrjes së luftrave në Gryktet Sarnalevës me 1910, në Gjinoc afër Suharekës, në Jaglinic afër Prizrenit, në kufi me Malin e Zi, gjyshin tim në revolt se po realizohet plani për shpërnguljen e shqiptarëve për Turqi, me 1943 e vrasin gjyshin tim. Tash Bajraktërlëku është trashëguar te djali Shaban Bajraktari. Ai ka vazhduar rrugtimin e paraarzëve të vet dhe nuk ka dorëzu armët fashizmit italian, por i ka ruajtur për mbrojtjen e bashkëqytetarëve të tij dhe për këtë qëllim e dënojnë në okupatori italian në atë kohë, e dënon në Tiranë me 1 vjet burgim, sepse si kanë dorëzu armët, burgim të 2 vëllezërit, Shabanin edhe Aslanin, edhe 1 vjet kanë qëndruar në burgun e Burrejlit.
Mirë po, kur të kthehen, agjen tim, që unë se njo, as agjen, as gjyshin, e kanë vra në midis Prizrenit. Me dorën, edhe gjyshin tem, me dorën e bashkëpunëtorëve shqiptarë. Edhe gjyshin tim, edhe agjen tim. Kurse vllaun tjetër, agjen tim, ka vazhduar ai Bayraktar Lloku në familjen Bayraktar Besuari. Zonja Sanie Ka qenë pjesëmarrës i masakrës së Tivarit, ka përjetuar tmerrin më të madh që rrethimet e tij, që unë jam në përfundim e sipër, janë rënqese, shka kanë përjetuar 4500 djemë të ri nga Kosova duke udhëtuar nga Prizreni deri në Tivar. Zonja Sanie, nderime pafund për pasardhësit tuaj, për familjen tuaj, për ju që keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, po me qenë se zonja Shpresa, këtu jam duke nënshkruar deklaratën e pavarësisë të Kosovës, dhe me qenë se jemi në ditën e pavarësisë të Kosovës. Kur jam zgjedh për herë të parë, se morëm vesh për herë të parë antare kryesisë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me 15 mars të vitit 1998. Zonja Sanie, respekt dhe nderime për punën tuaj, për kontributin tuaj. E kam një fotografi së bashku me liderin shpirtëror të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe presidentin historik të Lidhjes të Republikës së Kosovës, doktor Ibrahim Rugova, i cili kam qenë e nderuar dhe e kam pas dhurat hyjnore të jem në kryesi dhe në kryesi të cilën Lidhjes Demokratike të cilën e ka udhëtuar. Zonja Sanie, unë të falenderoj shumë për kohën, për gjitha këto detaje që ndohet me shikuesit tanë dhe ju uroj gjithë të mira dhe shëndet. Të shfrytëzoj rastin edhe unë zonja Shpresa, të falenderoj ju dhe stafin e televizionit tuaj dhe edhe një herë që gjetet hapësirë për të dhënë një opinion të përafërt, se me një gjysmore apo me një orë është vështirë të përfshihen të rrugtimi i popullit tonë për ta fituar lirinë dhe pavarësinë pas të gjitha. Po do të shikojnë një mundësi të dytë patjetër. Është shumë vështirë, por ju falenderoj dhe një herë juve, stafit tuaj dhe shqiptarëve gjithandej në përbot, por dhe në Kosovë, të uroj 17 shkurtin të vitit 2008, ku vendi i Republikës së Kosovës të ngritur në kam, kanë miratu deklaratën kushtetuese me të cilën Kosova është bërë shtet i pavarur, sovran dhe demokratik, që është realizuar ëndra e të gjithë atyre luftrave një shekullore të shqiptarëve të Kosovës për të jetuar të lirë në vendin e paraardhës. Dhe pse jemi populli më i vjetër në Ballkan, më i vjetër në Evropë, padrejtisht, baba jam thë shtriga plak na ka lanë dhe na ka shpërnda trojet shqiptare me 4 shtetet fëqinje, do të thotë jemi vetëmi popull që në të gjitha anët jemi të rrethuar me shqiptarë. Prandej uroj që shumë shpejt, përfaqësuesit e institucioneve tona dhe bashkëpunimi me ndërkombëtar të realizohet e drejta jonë për të krijuar shtetin e përbashkët në të gjitha trojet shqiptare të shqiptarëve. Sepse shqiptarët janë një popull i lashtë, kanë një gjuhë që tani vlerësohet nga shkencëtarët, jo vetëm të Kosovës, jo vetëm shqiptar, por edhe botror, se gjuha shqipe është gjuha më e vjetër në botë. Prandaj unë po të them, është nder dhe kënaqësi dhe është lëshim i madh për bashkësinë ndërkombëtare që një popull ndër më të vjetrit, një popull liridashës që asnjëherë gjatë rrjedhave të historisë nuk ka bën luftë për pushtimin e trojeve të tjerëve, por ka luftuar vetëm për mbrojtjen e trojeve të veta. Prandaj zonja Shpresa të falenderoj shumë për këtë mundësi edhe ju dëshiroj punë të mbarë edhe miru pafshim në Kosovë.
Pra, shikus të dashur, tash do të lidhemi me ish deputeten nga Aleanca Kosova e Re, e cila ka qenë pjesëmarrëse në nënshkrimin e deklaratës së pavarësisë së Kosovës, zonja Myzeme Selmani. Përshëndetje nderuar, mirë se erdhe në televizionin Alvë UK TV. Përshëndetje dhe përshëndetje për gjithë mërgjimtarët që gjenden atje dhe teleshikues të juaj në këtë ditë feste. Faleminderit. Gjithashtu nga studio televizionit Alvë UK TV urojmë 17 vjetorin e pavarësisë të Kosovës. Urime dhe juve dhe gjithë qytetarëve tonë dhe mërgatës që cila gjendet në Londër. Shpresoj dhe besoj që përvjetori tjetër do të jetë përvjetor edhe më i mirë, ku do të jenë të gjithë të bashkuar edhe gjithë në festën 17 shkurtit edhe ata të cilët ishin nënshkrues dhe themelues të deklaratës së pavarësisë. Atëherë, zonja Selmani, cili ishte roli i AKR-s në procesin që çoi drejt shpalljes së pavarësisë Kosovës? AKR-ja ishte partia e cila mori pjesë në zgjedhjet e vitit 2007, edhe fati deshti që ne të jemi pjesë e deklaratë e atij kuvendi, edhe absolutisht jemi pjesë edhe në shkrimin të deklaratës së pavarësisë, e cila ndodhi më 17 shkurt. Roli i zotërit Pacollit në atë periudhë edhe deri më tani ka qenë mjaft i madh, duke marrë parasysh se AKR-ja është parti shtetëformuese dhe parti me të cilën lideri i saj bëri diçka të pamundur dhe arriti shumë njohje për shtetin e ri të Kosovës. Mirë po, cilat ishin sfidat kryesore të cilat u përball AKR-ja gjatë kësaj periudhe? Duke marrë parasysh se situata politike ndryshoi dhe çështja e AKR-s në procese, thuse shumë figura të AKR-s u larguan, prapse AKR-ja me liderin e saj qëndroi shumë fuqishëm, edhe mund të themi se ai ka botë pamundurën edhe ne si antar të AKR-s, të cilët kemi qenë edhe pjesë e qeverisë Haradina, pjesë e kuvendit, kemi botë pamundurën për shtetësimin e Kosovës. A mund të na ndani për shikuesit tonë një moment të veçantë nga dita e shpalljes së pavarësisë të Kosovës dhe si jeni ndi në këtë ditë dhe cilat kanë qenë emocionet që ju keni përjetuar në shpalljen e pavarësisë të Kosovës? Duke ditë se ishim në seansë dhe ishte një seansë e cila nuk përsëritet asnjëherë, ishte diçka shumë e madhe, gjithse ishim të emocionuar. Dhe leximi i deklaratës së pavarësisë dhe nënshkrimi në deklaratën e pavarësisë kjep emocion të paharruar për gjithë situatën në të cilën ne kemi kaluar si deputet në atë seansë, atë legjislaturë në të cilën kryeministri thotë që e lexoi deklaratën e pavarësisë, ishte kryetari Sejdiu, kryetari kuvendit zotëri Jakub Krasniqi, dhe duke mos harruar kontributin e presidentit Ibrahim Rugova, i cili fatikisht që mos ishte gjallë dhe prezent në atë seansë. E gjithë emocioni më i madh ishte kur kemi dalë për kuvendit të Kosovës, gjithë qytetarët e Kosovës na kanë pritur para kuvendit, diçka e paharruar, që nuk përsëritet, duhet kemi kujdes që të ruajmë shtetin e Kosovës, të forcojmë shtetin e Kosovës, mos të harrojmë njerëzit të cilët kanë bërë për shtetin e Kosovës, duke u nisur nga presidenti Rugova, presidenti Thaçi, presidenti Sejdiu, kryetari i kuvendit të asaj kohe zotëri Jakub Krasniqi, gjithë deputatët e asaj legjislature, të cilët dhanë kontributin që ky vend sot jetë i mirë dhe të feston 17 vjetorin e saj. Dhe cili ka qenë kontributi juaj si deputete në rrugtimin e pavarësisë të Kosovës? Unë kam qenë deputete në mandatin kur është shpall pavarësia e Kosovës, masandej kam vazhdu mandatin e dytë, pra mas shpalljes së pavarësisë të Kosovës, e gjithë kontributi jam ka qenë në ligjet të cilat kanë kaluar, ligjet e pakës ish presidentit Atisari, të cilat në është dashur me realizu për marrëdhënie e pavarësia, ligjet e kushtetuta e Kosovës, hymni, flamuri, dhe në legjislaturën e dytë, prapse prapë ne kam qenë në Komisionin për Zhvillim Ekonomik, i cili
atakon edhe profesionin tim, të cilin e kam si magjistër energjetikës dhe magjistër ekonomisë, i gjithë kontributi jam ka qenë në ligjet të cilat kanë kaluar brenda të Kuvendit të Kosovës. Mirë po, zonja Selmani, si e shihni Kosovën, si ka ecur gjatë procesit prej shpalljes pavarësisë Kosovës për 17 vite, si e shihni Kosovën si shtet, si është zhvilluar sipas jush? Kosova ka ecën deri më atë ditë kur është bërë një prerje nga politikat, nga partitë të cilat kanë qenë parti shtetëformuese duke nisë prej LDK-s, prej PDK-s, prej AKR-s, prej AK-s, dhe kemi pas një qeveri e cila ka ardhur nëpërmes rrugëve, nëpërmes dhunës, dhe mund të themi ato procese kanë ngel po aty ku është ndërprej qeverisja LDK-PDK, dhe absolutisht na nuk mund të themi kemi pas edhe qeverisjen e Ramush Haradinaj, aty për aty marrja e liderëve të PDK-s në tribunalin e Hagës, ne kemi stagnu edhe në bisedime me Serbinë, kemi ardhur deri te një përçarje e popullit këta dhe ata, dhe tash shihni ku kemi ngel në këtë situatë. Zhvillimi ekonomik nuk ka kurfar psime. Du të jemi shumë sinqert, Kosova është akoma vendi më i varfër në Evropën Lindore. Kosova akoma përballet me mungesë të energjisë. Kosova përballet me një papunësi. Marra mend se ku 3 tonë dita ditës mezi presin të largohen nga Kosova, vetëm për një vend pune dhe për një jetë më të mirë. Dhe me thënë, ne kemi nënshkruar pavarësinë, e kemi ndërtu shtetin, mirë po shtendërtimi kërkon edhe procedura tjera, të cilat është njohja nga shtetet e vendeve tjera, ku aty në këtë qeveri e cila ka shku, nuk kemi asnjë njohje. Absolutisht nuk kemi asnjë njohje. Nuk kemi asnjë investitor kosovar ose investitor i huaj i cili ka ardhur në Kosovë dhe ka investuar. Një qeveri e cila ka premtuar shumë dhe nuk ka realizuar asgjë. Prapse në votat të cilat në ditën e votimit me nënshkurt prapë në qytetarët e Kosovës i dhanë një mundësi me vota mjaft të madhe, ku më të thënë drejtën unë prapë këtë proces është shumë dyshim, për arsye se numri i votuesve nuk reflekton me numrin e nënshkrimeve të cilat janë nënshkruar votues kur e kanë marrë fletën e votimit. Dhe me keqa në këtë zgjedhje është përdorur edhe një tremb bulgar për me arritën partia vetëvendosje atë 50%, mirë, por nuk e ka arrit. Jemi akoma në proces numërimit të votave, që dhe me thonë prapë Kosova nuk ka ndryshuar, edhe pse ne si Kosovë jemi nën sanksione që 2 vite gjysmë, po nga qeveria kurdi. Dhe çfarë mendoni që ka penguar Kosovën, sidomos çfarë mendoni që ka humbur Kosova gjatë këtyre 2 viteve nën sanksione? Ju jeni edhe ekonomiste, dhe si e shihni këtë situatë? Po për atë arsye në llogaritmi si vendi më i varfër në Evropën Lindore. Ne kemi akoma refugjat të cilët akoma qytetarët tonë që kërkojnë me shku refugjat në vendet e BE-s për arsye të çështjeve ekonomike. Na kemi sanksione që vend i kishte po Serbia në këtë situatë është sankcionu Kosova, dhe kemi mungesë të investitorëve, këtë jep me tregu që edhe pse një lider i një partie politike cili ka marrë postën e kryeministrit, e ka fut vendin sankcione, ka prish marrëdhëniet me SBA-n, prapë në qytetarët e Kosovës japin votën, kjo është diçka absurditet, me sa po më duket kësaj radhe ja ka nimu votën edhe vetit me një tremb bulgar të cilin e ka përdorur, se gjatë fushata e tij është pasi një lider i cili nuk don me i fitu zgjedhjet. Definitivisht ka qenë një fushatë të mërshme ti me një arrogancë, me një gjuhë jashtëzakonisht arrogante ndaj partive tjera, dhe në ditën e shpalljes së rezultateve atë natë ai ishte edhe me një gjuhë edhe më të brisht, me një gjuhë shumë gjuhë e cila nuk i përket një politikoni, i përket një rrugoqi,
i cili ju drejtohet partive opozitore ju jemi hajvana, dhe do me thonë se për ta janë hajvana veç ata njerëz që se votojnë ato, kjo është absurdi që ndodhë në Kosovë, kur ju e dini më aftë mirë që na kemi pas një president, si presidenti Rugova, i cili çdo herë zgjedhje ka thonë, unë pres me pas një opozit fort, unë pres me pas parti politike parlamentare të forta, se ne jemi në demokraci, Kosova është shtet parlamentar, ne nuk mund për hir të një liderit një partie të kthejmë Kosovën shtet monarki, duhet të ekzistojnë edhe partitë opozitore, një opozitë e fortë mund të ndihmoj qeverisë që tjetë më precize në vendimarrje. Definitivisht Kosova për momentin ka humbur rrugën e saj. Shpresojmë dhe besojmë që miqtë ndërkombëtar në krye me SBA nuk do të heqin dorë nga Kosova, se është një rrezik i madh dhe çonë në ditën e vjen si do të kalohet mas 17 shkurtit. Si ekonomiste, çfarë mendoni se duhet ndryshoj Kosova në ekonominë e saj për të njohur më shumë investitor të huaj? Burokracia numër 1 t'i ftoj qytetarët tonë të cilët jetojnë në mërgjem, të cilët kanë bërë një kapital të vetin, që mundsohet që mos paguajnë taksat në kufi, t'i paguajnë brenda kufive, t'ju bëhet një lehtësim për një vite, japet mundësia që të investojnë edhe në sektorin e energjisë bashku me qeverinë e Kosovës, dhe këtë kishme qenë shumë e lehtë, se Kosova është shumë e vogël. Kosova është shumë e vogël për me mujtë me ndrru gjendjen ekonomike. Esenca është që sporit të ftohen. Investitorët ose mërgjimtarët tonë të cilat kanë investime të veta në vendet e Evropës, të investojnë në Kosovë, të japën lehtësira, pasandej mund të ftojmë edhe investitorët e huaj, dhe ju tham haptas, Kosova është shumë e vogël. Kosova është shumë e vogël, shumë lehtë ka qenë është mundësia që të ndryshohet. Ata janë nisë për asaj se ne tash nga kemi ardhur tash na shteti ekziston për si kemi ardhur, nuk ekziston për shteti për si kemi ardhur. Shteti ekziston për 17 shkurtit dhe krejtja kemi bërë Kosovës që Kosova të jetë më e mirë dhe ketë një të ardhme më të mirë për qytetarët e vet, për fëmijët të cilët jetojnë sot dhe për fëmijën i cili të lind sot në ditën e pavarësisë. Mirë, zonja Selmani, si mund të kontriboj partia e Aleanca Kosovë e Re në këndrejtim për të ndryshuar? Për momentin ne nuk kemi kalu pragin si koalicion për familjen. Esenca është që zotri Pacolli është duke luftuar për shtetin e Kosovës, edhe pse subjekti politik atëherë nuk është brenda kuvendit. Zotri Pacolli është gjatë gjithë kohës dhe shpresoj dhe besoj që në ditët në vijim ndoshta do ta bëj publike edhe një njohje e cila vjen për shtetin e Kosovës, gjë që e kemi humbur 4 vjet nga ministrja në detyrë tani që është, e cila nuk ka sjell asnjë njohje e Kosovës. Kosova për 4 vite të qeverisjes Kurti nuk e ka asnjë njohje. Po, njohja e fundit ishte nga Izraeli. Po, në kohën e kryeministrit Abdullah Hoti, në shtëpinë e bardhë nga presidenti Trump, dhe nuk kemi asnjë njohje. Definitivisht na njohjen më të madhe që kemi, domin më të madh që ka bëu Kosovës është hutja e Kosovës në sankcione. Hutja e Kosovës në sankcione. Atëherë zonja Selmani, duke ditur edhe ju keni agjendën sigurisht të ngarkuar në këtë ditë festive. Po, do të shkoj në emision tash më njëherë mas ndërprerjes emisionit. Unë të falenderoj shumë për kohën që gjatë që të jeni pjesë e emisionit Biseda në Londër, këtu në televizionin e diasporës shqiptare, për këtë ditë kaq të rëndësishme dhe uroj suksese tutje. Faleminderit shumë. Një ditë mbarë dhe urime festa. Paqen Kosovën shumë të fortë dhe shumë të qëndrueshme. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Pra të dashur shikues, me ne ishte zonja Myzene Selmani nga Aleanca Kosova e Re, e cila është në drejtim të zotit Bexhet Pacolli.
ne këtu po përmbyllim emisionin në këtë ditë ku patëm nderin të bashkëbisedoj me deputetet që kanë qenë prezente në nënshkrimin e deklaratës pavarësisë të Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008. Pavarësia e Kosovës u arrit pas shumë dekadash përpjekje duke filluar nga lëvizja paqësore Dr. Ibrahim Rugovës deri te rezistenca armatosore ushtrisë lirimtare të Kosovës me figura të shquara si Zotri Adem Jashari. Le të festojmë me krenari dhe të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë për Kosovën nga televizioni Albiu TV. Miru pafshim deri në emisionin e radhës.